Ideja do me thënë është kështu. Me shumë mundësi është dalja e fundit për 2025-ën. Nga pasiguritë e mia, po themi, kur kam qenë adoleshente, sepse nuk e di të jetë ngjyrat e mia të preferuara. Kjo pjesa për balkonin. Shumë e bukur. Erdha mami. Hello guys, look what we're gonna do. Unë ja ndryshova prap vendin tavolinës nga cepi që ishte aty, sepse nga që do ndizën kaloriferët, edhe ndryshova krevatin, solla kokën këtej. Tani, me thënë drejtën, mbas edhe do e doja atë pjesën që kishim të kokat krevatit, por nuk më pëlqente. E kemi lënë te shtëpia e vjetër. Edhe nga që do ndizën kaloriferët e nuk e doja kokën ngjitur fare aty dhe është hapësirë aty në mes, domethënë. Pastaj atje mund vendosim një abazhur ose diçka më vonë. Kam vendosur ring lightin aty që mund të më duhet, edhe tavolinën këtu. Edhe pasqyrën e madhe këtu ngjitur. Por për momentin do ta lë kështu. Me shumë mundësi kur të marrim edhe raftin, nuk e di nga cila anë do ta vëm, do e shikojmë, mbase mund të ndryshoj prap vendin. Pak zrëmuj aty se kam vënë gjërat kur sistemova vendin edhe do I heq tani. I hoqa pak a shumë gjërat që kisha jo të domosdoshme aty lart, edhe tani është në rregull. Ajo që doja t'ju tregoja është, se ju thash që më mungonin disa gjëra, është ky për të bërë konturin. Sepse unë ja kisha dhënë mbesës në Shqipëri, e kisha të kësaj markës. Tani unë këtë nuk është se e përdor me ngjyrë të hapur, sepse gja e kam lëkurën e hapur dhe make-upin që përdor, kështu që përdorja vetëm këtë të errtin. 2 nga kjo, bashkë me këtë, edhe ngjyra kafe errët, bënin 10 pound. Po unë thash pse ta marr kur e kam atë. Dhe ky bëri 10 pound vetëm. Është nga Maybelline. Ta shikojmë se si do jetë. Por unë këtë e përdorja shumë, edhe bën shumë diferencë, edhe sikur të mos bësh fare make-up. Dhe mora edhe këtë foundation nga Rimmel, shpresoj të më pëlqej, nuk mbaj mend të kem provuar fix këtë ndonjëherë, por ka edhe SPF, niacinamide edhe acidin hyaluronik, kështu thot paktën. Kam marr golden beige. Edhe do e provoj sepse po më mbaron ai që kisha marrë në Shqipëri nga Manhattan, ky më pëlqen, e adhuroj shumë. E kisha marrë tek Rossmann, kam pas marrë gjithmonë kur kam qenë në universitet të Manhattan. Këtë kremin puder, por kështu. Bura perdet unë tani. Edhe, janë mirë, po I mora kështu me vija, nga që edhe divani është me vija. Por besoj që do marrë dhe perde më të errta, që t'i vendos anash dhe këto t'i mbledh në mes. Edhe duhet marrë nga ato që kapen, kështu, anash, që 30 gjysma e hapur, diçka e tillë, por për momentin janë mirë. Kështu, u lodha, se tani I mora poshtë dhe I vura. Ideja do me thënë është kështu, injoroni zërin se po shikojnë televizor. Po e di, po më pëlqen ta provoj kështu një herë. Edhe po më pëlqejnë kështu të hapura. Se kur vihet dielli, lëre ma me di që është kapsa jote, po derisa të marr ato gjërat që vendosen aty. Why? Ma fale mua atë kapsën ti. Anyway. Edhe kështu gjysëm, shiko sa bukur duket, lëre si që le, shiko sa bukur e bëre, një model I ri. Punët e fundit të vitit të ri, dua të laj gjithë rrobat që mos të kem të laj dhe të bëj asnjë gjë nesër. Edhe kam mbaruar një lavatriçe, do e vendos te tharsja, pastaj do ve 1 ose 2 të tjera me rroba me ngjyrë, e do I nxjerr jashtë thahen balkon se është diell nëse thahen.
Ndryshe kur të mbaroj tharsja, do I vendos të tharsja. Do bëj gjyshi me rrobat për të larë. Ndihem si një zombi për momentin, edhe me si pres që të mbaroj punët, por nuk po vjen dhe ky që do bëj këtë testin në çmendën. Të bëj punët, doja të dilja të blija disa gjëra, sepse s'kam bërë asnjë gjë për sonte. Nuk të bëj dhe shumë që t'hidhen në kosh. Se është gjuna, është ushqim. Nesër do jemi për drek nga motra e Rionit, për drek ose për darkë, nuk e di. Na kishte sjell melo makarona nga Greqia. Edhe ishin shumë të mira. Do I shtoj pak mjalt. Edhe kështu do bëj një kafe që është e dyta për sot, se është ora 11:30 më duket. Edhe nuk di çfarë të bëj tjetër. Thjesht sallonin do e bëj pak me fshes me korrent, edhe dua të dal të marr disa gjëra të fundit në supermarket. Është dielli shumë I mirë, është gjuna mos dalim pak nga lumi ose dalim të ecim ose thjesht të rrim në diell. Anyway, pa ardhur ky zotria nuk dalim dot, kështu që do bëj kafen e dytë, do e bëj me qumësht tani, që të jetë pakës më e lehtë, edhe të ulem tapi tek divani. Ndërkohë, se di sa do dëgjohem unë nga zhurma e kësaj tharses, Erioni e ka shumë inat zhurmën e kësaj. Po që të bën shumë punë, e di çfarë nuk po e bëj me qumësht fare. Edhe po mendoj t'i lyej flokët apo jo, por përtoj dhe të bëj thonjt mbase, do bëj vetëm thonjt e këmbës, sepse ato I bëj dhe zgjasin, edhe këto zgjasin, po ato I lej një muaj domethënë. Më është fiksuar kjo kënga, nuk e di domethënë. Edhe siç e shikoni, s'kam brënë fare, po fare çokoladë, fare. I rregulloj më në fund. Do pres pak të dhoma ime se kaloriferi sikur punonte, po tha jepi pak kohë. Edhe duhet pastroj pastaj ty edhe gjithë shtëpinë, sepse është shumë rëmull. Por hëngrëm pak thjerza, se kisha bërë thjerza për drek, si do anë pëdolliqi gjithë pas dite, edhe gjithë këto kohë. Kështu që hëngrëm thjerza tani edhe do dalim. Dua të shkoj te një dyqan që ka mobilje të përdorura, më shumë për të hedhur një sy. Edhe marrim dhe një gjë në supermarket, se do mbyllen dhe herët sot. Edhe tani ka ecur ora goxha, kështu që po dalim një herë, të marrim pak ajër dhe këta, se vetëm në televizor edhe fillojnë pastaj ato nervat. Me shumë mundësi është dalja e fundit për 2025-ën jashtë nga shtëpia, se ne do dalim dhe nesër, nuk e di nëse do dalim më vonë. Po shumica e gjërave mbyllen që në orën 5, besoj, kështu që kjo është dalja e fundit. Edhe t'jeni falenderues për një vit të gjatë. Tani sa që e mund barojnë. Mirë mëngjes! Tani, koha që unë po filmoj është zyrtarisht 1 janar 2026, edhe do ju uroj gëzuar vitin e ri. Nuk e di kur do shikoni këtë videon, por ju uroj nga zemra që të keni shëndet mbi të gjitha, një vit sa më të mbar, të mbushur me lumturi në familjet tuaja, me njerëzit tuaj të zemrës, t'ju realizohen ëndrat që keni, dëshirat që keni, t'jetë një vit I suksesshëm, edhe nuk e di çfarë t'ju doj zemra. Tani jemi zgjuar avash, nuk mund ta them,
po prap ora 8, avash është krahasimisht me orën 6. Nuk do ta nisim me ankesa. Vitin e ri, jemi zgjuar mirë, goxha mirë. Edhe kemi pirë kafen, na ka bërë Alina kafe në mëngjesit. Roeli më ka rregulluar krevatin. Erdhi atje edhe tha, nuk e kisha rregulluar, tha, krevatin, edhe ta rregullova unë. Kështu që ne do ikim për drek tek motra e Erionit sot. Edhe erdha këtu që të bëjmë gati. I kam hekurosur rrobat që do veshin që mbrëm, që mos të kisha për të bërë punë sot, po ku ekziston ajo shtëpi që nuk bëhen punë çdo ditë. Edhe kështu. Tani, zakonisht unë këtu do isha me kafe, por jam me këtë. Nuk po ja them çfarë është, do t'ja them kur të mbaroj make-upin e po ju le të bëni guess në komente. Ata që më njohin, e din çfarë është. Ka ardhur nga Shqipëria, kështu që mbani parasysh që tani është ora rreth 11, po themi. Edhe e adhuroj këtë pije, këtë di. Këto kapsit që më sollën ato Secret Santa, më kanë hyrë goxha në punë. Kjo. Anyway, të vendos pak pa fare hidratant. Kam një sheku që s'kam përdorur primer, dhe kjo është nga ajo marka Berry M, që japim pak kohë që të përthithi kremin hidratues, dhe pastaj vendosim këtë. Unë e provova këtë dje, që ju tregova që e bleva, që do vendos këtë sepse e provova dje dhe më pëlqeu, ngjyra të paktën. Kjo është era parë që po përdor pasqyrën në këtë drejtim, që e kam dritaren anash, domethënë. Edhe më bie drita nga mbrapa. Unë e kam ndezur një dritë këtu, por po shikoj që mund të vendos ring lightin në këtë drejtim, ose edhe mbrapa tavolinës, edhe tjetë përpara, domethënë po të dua të bëj ndonjë kush e di se çfarë. Përpara se të bëj syt, dua që t'i kem në rregull. Do i krej një herë që të shikoj mangësit. Sepse kur e kam vetullën në rregull, krijoj një ide se që mund t'i bëj syrit për shemb. You know what I mean, si thot Roeli. Po thoshte dje, I'm the man of the house. You do what I say. E I thash, qa man of the house je ti more, kur dhe njerë ke frikë të shkosh në banjo vetë. Në për që unë mund të vetë telefonin këtu? It's simple as that. Edhe ju kam këtu përballë, ju duke folur. Anash, nice, vetulla më pëlqen. Ta mendosh që vetulla ka qenë një nga pasiguritë e mia, po themi, kur kam qenë adoleshente, sepse kam patur një vetull super të trash, si të Skënder Gjinushit. Por që tani dhe që kur kam filluar ta heq, domethënë është shumë është një nga pjesët që unë të fytyrës, domethënë që e kam shumë qef. Sepse nuk më lodh, as për ta hequr, as për ta mbajtur. Edhe është e bukur, më pëlqen vetulla ime. Tani që mendoj, kjo pjesa e të bërit make-up edhe duke folur, nuk e imagjinoni sa e lodhshme është për ta edituar, sepse unë flas, pastaj nuk them gjë ose them në një gjëkot, dhe duhet ta dëgjoj me shumë vëmendje që të bëj edit. Tani unë i kam hekurosur rrobat,
Gjinse do vesh, edhe për triko nuk jam shumë sigurt akoma. Po mendoj një atë bëjqell që mora në Primark, sepse është e rehatshme dhe më pëlqen ai stili që ka jakën V me kopsa. Nuk është shumë e gjatë, vjen deri tek preri i gjinseve. Edhe kështu. Tani, unë kam patur një kuti, tani që po mendoj me furça të vogla, që nuk e kam gjetur akoma. Do jetë në ndonjë valixhe, me siguri, nuk e di. Që kisha gjetur edhe këto vafet. Kam patur që para 3 viteve. Janë kështu me jingles shumë të bukura për tani. Do përdor këtë. Unë jam shumë fan se e rimelit nga Extreme, që është Essence, të Rossmann. Por do përdor këtë të Deborah's, të është shumë i mirë. Tani unë mund ta kisha përdorur edhe këtë, mund ta kisha përdorur, por është okay se qërpikët. Prap hyn tek ajo pjesa që më pëlqen. Se nuk kam shumë nevojë që të bëj ndonjë gjë kështu, kush e di se çfarë. Të flasim pak për gjërat që t'jemi falenderuese, sepse unë jam duke e bërë këtë gjë tani, edhe është fiks ajo gjë që kam dashur, kur i dhurova vetes këtë tavolinën. Që t'jemi në shtëpi, gjithë familja, të marr kohën time me qetësi, të rregullohem, të lyhem këtu edhe të shijoj hap pas hapi. Kështu që jam shumë falenderuese për këtë. Edhe mbi gjitha që kemi shëndet. Edhe dua që këtë vit të mos ankohem fare. Unë kam hequr shumë pjesën e të ankuarit, por dua që ka mundësi ta heq fare dhe në çdo gjë që mund të jetë jo pozitive, jo siç e kisha menduar, të marr gjën pozitive. Kështu që do mundohem shumë ta aplikoj këtë gjë. Edhe ruzhën, edhe për buzët nuk e di se çfarë dua të bëj, por mendoj që do të bëj një gjë vishnje. Është kjo, Mako, zot sa vite kanë. Këto dhe adhuroj aromen që kanë. Do bëj konturin përpara. Ky është Brooklyn. Këto më duket se kam marrë në Shqipëri, ka shumë kohë që i kam, se nuk është se i përdor aq shumë. Siç e shikoni është i mprehur, domethënë nuk e përdor. Wow, çfarë dielli, iku bravo. Tani e keni komentuar se ç'a ishte kjo apo jo? Kjo është verë musht. Kështu i themin nga zona ime, e di që musht quhet diçka tjetër në thashë për radhëmbët në zona të tjera, por ne i themi musht edhe është verë e ëmbël që bëhet direkt kur shtypet rushi. Thjesht i vendosin një lloj ilaçi për ta mbajtur që të mos prishet, mos shpërthej, edhe ka ardhur nga Shqipëria. Unë e adhuroj, që kur kam qenë e vogël, nuk e di, e adhuroj. Kam bërë gati 25 minuta këtu. Por tani duhet që të vishem. Vathët nuk i gjeta. Besoj që me trikon bëjqell shkon shumë kjo e ku ngjyra vishnje. Edhe vathët gold kam përshtypjen. Të shohim një herë se çfarë të zgjedhim nga kutia ime. Kam edhe një unaz. Një pjesë i kam sistemuar, tani mund të zgjedh çfarë të vë dhe besoj këtë që është bëjqell. Tani ato ose nuk kanë parë orën, ose nuk e di se që diçme është që nuk kanë thirrur akoma. Kjo më pëlqen shumë, por mund edhe ta heqim për sot. Varë se nuk po e ndryshoj, është ky dreri shumë Christmassy. Duket se nga Say Bling e kam pasur edhe këtë, ose Hulja, nuk e mbaj mend.
Pase nuk I shkon shumë thonjve, por... Okej, le ta mbajmë një herë këtë. E unë të tjetër në të vendos të dora tjetër. Që është dhe gold edhe I shkon kësaj unazës tjetër. Vendosim edhe vatët çfarë dielli. Diell I bukur për të bërë dhe ca foto të bukura, por kështu si e kam nisur unë nuk kam kohë. Se duhet të bëhen gati dhe çapachullat. Okay. Good. All done. Si u duket tani? Syt nuk është se kanë dhe një, kështu kanë më shumë këtë tonalitetin pjeshk, pink, nuk e di, mix. But I like it. Të vishem tani shpejt. S'kam shumë punë për të veshur 2 minuta. Shumë, nuk e di, do jetë ngjyrat e mia të preferuara, kjo ngjyra bëjqell, tani, besoj. Και άρα δεν μπορούσες να Βαίνει. κάνεις τίποτα. Για αυτές. Για αυτές. I love my mommy. Well done, Alina. I love my mommy. And I love you. And satisfying. Alina, bread, Dominicani, meatball, Alina, potato, chocolate, we don't have it. Only fruits. No. Do you want to try A lot easier with this hat. Slip the zip tie through a roll of tape and secure it in place. Then snip off the excess zip tie. This should help. Here you go, Mommy. I'll stick the tape to the box. Then I'll I bëra kështu thjesht ngjyrë Leila të errët, sepse të duarve I kam bërë sa për të filluar punë, po themi, se do I bëj prapë për një javë. Po, kështu. Data 2 janar. Nuk na rrihet në shtëpi neve. Kam bërë një make-up skandaloz sot, se vura krimin e diellit, me sa duket vura shumë, ishte kaq I bardhë, sa nuk e imagjinoni dot. Edhe më desh t'i vija make-up, se s'doja të vija make-up sot, krem puder. Më desh t'i vija make-up që ta mbuloj të bardhën. Anyway, hajt më. Hedhim beturinat. Edhe ikëm. Go, Alina. Ai është destinacioni jonë, Alina. What? Të pëlqen më shumë ky? Edhe e kemi dhe më afër. Shiko sa bukur kjo. Shtëpia. Lidl është aty. Nuk e di këto mobilimet që I bëjnë domethënë. Kaq të bukura. Tamam. Jo, mi mam se e re është ajo që kemi. Mund të marrësh ide si ta dizenjosh, si të vesh perdet. Për shembull, ky abazhuri është shumë I bukur. Që ta vejmë në If we didn't have a kitchen, would we get this? kjo pjesa për balkonin. Shumë e bukur. Erdha, mami. Edhe stoli, por ne duam karrike me tavolinë, besoj. Është shumë e bukur ideja për balkon. Ha, Come here. do ta marrim një tavolinë, po duhet të ketë dhe rafte, mam. Edhe shiko sa e bukur kjo ngjyra për dhomën e gjumit. Të pëlqen? Mom, look, headphones for me, so yeah. Shumë e mirë ajo për të varë gjërat, a? Shumë e bukur. Although, no, I have money to buy that, right? I'm gonna do it on this bed now. See you. Është balkoni ky, Roel. Shumë I bukur. Hello, Ideja. come please, Mom. This room is so Edhe kjo për të lënë çizmet, nice.
Ua do e vrasësh më mami. She's okay, right? She did not have her butt. No. Now, sure. Get out. Wait, oh yeah, so move this away. Move this away from it. Move this away. Let's see. Okay. You're breaking it. Stop. There you go. Ready? Yes. Sure? Yeah. Close there. 1, 2, 3. 6, 7, 6, 7, 6, 7. Okay. Ready? Are you okay? Yes. Don't want to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The password is 1. Just do it. The door is shut. Stop. Actually, the door is shut. Do it. Okay. I'm scared. Not again. What are you looking at, huh? I'm looking at myself. Alina. Can I just gush your cheeks? You're so excited. Alina. Mami, nga gjithë dhuratat që keni marrë për vitin e ri, ju preferoni që t'lozni me këtë kartonin. Yes. Nice. Do me thënë që unë s'kam nevojë t'ju ble më dhurata. Yeah. Hello guys! Look what we're gonna do! Alina, get in there! O, zote. Hey! Ju kam filmuar, mam. Nga gjithë dhuratat që kanë marrë për vitin e ri, këta preferojnë që t'lozin me kartonin. Më brave, Roel. Hey, quick! O zot që energji e kanë. Nine! Okay! Dërsa unë jam ullur këtu në divan, si 1, 2, pull. bam! How much McDonald's Më duket se më ka bërë mushti këshu. Ready? Edhe më duket se do të bëjmë një kafe tani. Që më dali gjumë. Jo këtej të lutem. Ndërkohë ishim te IKEA, ka kaq shumë gjëra sa në fund drejtën të bëhet koka dall. Mos e them. Ja si këtu. Ju mora nga një stip që ka qmëllave edhe nga një klet edhe për jastik edhe për dysheku. Edhe rrugicën që e vura këtu ka marrë 2. Ose për të Malinës ose të atë të dyve. Did you just take a video of that? Yes. With me screaming? Yes. Are you gonna delete it? No. No! Well, don't scream then. No! Edhe që mora tjetër një burç të klarësh. Ma thuaj edhe njerë kush ishte pasuarti jot. Qa është ajo? No, yeah. Let me see. 6, 7 space, 6, 7 space, 6, 7 space, 6, 7 space. Ky është pasuarti jot. 6, 7 space. Edhe qa po punon të kompjutri? You'll see. And I need to type my name.